çdo njeri që ka kërkuar për të numëruar votat këtu në parti, i është pranuar absolutisht kërkesa. Madje u është kërkuar që të kërkojnë rinumërim votash. Çdo njeri që ka dyshim për numërimin e votave dhe komisionit të numërimit, le të kërkojë rinumërim dhe kjo pa asnjë lloj partipri, se ky rezultat mund të jetë ky, mund të jetë ai fare, por vetëm se gjykoj që transparenca është një detyrim ndaj secilit dhe është mënyra më mirë për t'u përgjigjur çdo dyshimi që tjetri ka. Asnjë lloj tendence s'ka mund në këtë proces. Atëherë, rikthehemi në pjesën e dytë të emisionit tonë, siç e pa nga ky sinkron, doktori u përgjigj në mënyrë direkte dhe indirekte gjithë atyre që thanë që jo, doktori nuk i firmos këto, por do thënë nuk i pengon. Po fakt, afirmos apo sekretar partie, më duket se e mori përgjigjen këto zoti Sula, në është bashkuar lart Vasili Mbrëma lart. Mirëmbrëma zi. Elida Pozheku, mirëmbrëma Anita. Mirëmbrëma. Atëherë, jemi gjithmonë me doktor Ali Mehmetin, me deputetin Sula, Anduan Allabanin dhe me Sona Konomin. Bëra një koment kur po dëgjoj sinkronin Sula më pëlqeu ajo. Siç po prej tha që unë të gjithë janë të lirë të kërkojnë rinumërim. Janë të lirë me fjalë, po me veprime të harrosh, që t'japë autorizim. Çfarë po thënë kjo? Po sepse asnjë kandidat i Partisë Demokratike të listës së hapur, i cili ka kërkuar rinumërim të votave të tyre individuale, nuk është përkrahur nga Partia Demokratike ose sepse po doktor Ali Mehmeti si e bëri? Nuk është, gabim. E ka hapur Sandogjani në qytetin e Tiranës. Nuk e hapur Sandogjani, se ka hapur Iliri Mehmeti, jemi qartë. E hapi ai atë shtegun dhe atë shtegun. Tani të përfitojmë Iliri Mehmeti, po ja thash për që fillim të shi. Pa më vetë s'ke përsëri si prapse. Jemi qartë. Nuk është gjithmonë një disputator, s'ka problem. Edhe Aulon Kalaja me integritet, që çfarë si kanë kërkuar të gjithë format e mënyrat e gjithashtu, nuk ka heshtur dhe ka kërkuar, siç Siona tha shumë saktë, i gjeti nëpërmjet një partie të koalicionit Aleanca madhështore, Shqipëria madhështore që është ajo, për të legalitetin për të hapur kutit. Pra, tjetë gjë deklaron, Zoti Berisha, tjetë gjë vepron. Dhe kjo nuk është rasti parë. Zoti Sula, dhe një pyetje me çka ke fjalën. Tani fakti që dyshimi arsyeshëm që ngritet ju, po dhe shumë tjerë, që këtu janë trafikuar votat, po themi nga një kandidat për deputet në një tjetër, për të nxjerrë deputet X-in dhe për t'ia hequr Y-in. Tregon që jo vetëm që ka preferenca, po më duket se po bëhen gati dhe grupet rivale në Partinë Demokratike. Keni gjë për ta thënë për këtë? Lidhen këto apo s'lidhen? Të garantoj dhe me dëgjoj me kujdes edhe fiksojnë kokët, sot, data 9 është 9 qershor. Po, shiko nga kamerat, lutem fiksohet këtë deklaratës zonë Sula se i del gjithmonë. Nuk ka më grupe rivale aty. Aty ka qenë dy grupe. Një grup që s'ka mend fare, s'menon fare, që thot doktori o Zoti, edhe grupi tjetër që përpara se t'ishin listë, mendoshin reformist. Po, reformist. Grupi reformist. Reformist. Që të them oportunist. E dise tu kokut i se grupi Leshit. Grupi reformist janë dy grupe dhe grupi besnik. Grupi tjetër, e cili deri dje qasoshin për doktorin, edhe nga dita që u vën lista shi janë historia jezuitëve, që për larguar të djajtë që kishin mendim tjetër ndryshë, rrifshin vetën e tyre natën, që largoshin mendimet e këqija për doktorin. Autoflagelacione është. Edhe s'ka për të pas shansë që të ketë në një zë ndryshe më aty, ka krye punë. Vetëm po që se doktor Berisha vetë do hapi rrugë për të... Duke se hodhe një thumë për Gjekmaka në ti, se a i tha, deklaroj që kush janë këta që diskutojnë ta... Ka shumë zhejat, ka shumë... Ishte i fundit që tha... Zoja të bagu po të duash, Zoti Bardi po të duash, Zoti Bardi po të duash... Ore, po dhe unë jam që, sepse shiko, po u godit doktori, po oqi doktori Freret, aty vrasin gjithë njëri tjetër. Pra du them që nëse do rri doktori aty, doktori polisi arbitër i shkete, më s'ka se ikën vafa, atë vafa ti. Nëse do ketë
Pa dashin përqor, ose pa bariun, që do me vatha? Tani, nëse do rri doktore ty, nuk do ketë më zëndryshe. Nëse doktore do japi do rejgjën, do hy në garë për kandidat për kryetar partie, pastaj aty do kemi si shnodhi dhe ke lobimi për vota që do të binë aty brenda parlament, dhe ti ke Ilirën Mete, po ti ka Olon Kalaja apo emrat e tjerë, kështu do ndodhi dhe pastaj aty. Dhe ne kemi demonstruar këtë. Tani kështu unë kam thënë në parlament, jo sot, po kam qenë kundër në 2013 tani, që kështu e hoqën të ndjerën e Sokololdashi. Kështu në 12 qershor 2021-shit, që vetë kanë deklaruar eksponent lart Partisë Demokratike që kemi bë votat për Lulzim Bashën. Se kam thonë unë, e kam thonë ato, publikisht apo të kështu version. Kështu është. Doktor, ka grupe rivale në... Por sot të bënë deputet pa bërë asin ditë fushata. Ka grupe rivale në PD? Apo PD është solide dhe... Unë mendoj që nuk ka grupime në askund ku s'ka grupe rivale, kjo është krejtësisht natyrshme. Patjetër ka ambicie, ka grupe që punojnë. Dikush më fort, dikush më lehtë, dikush me metodat e veta. Në çdo forcë politike ka kjo, s'po themi ndonjë gjë. Pra kanë shpejtësi të ndryshme, po nuk kanë rivalitet për leadership. Mund të kenë efektivitet më pak, më shumë. Çdo forcë politike i ka këtu. Nuk shoh asnjë gjë të çuditshme këtu, as këtu. Nuk ka, po s'ka, jo vetëm brenda nesh. Nuk ka koment. Thash, a ke lexuar apo jo? Ke lexuar apo jo që ka një lloj rivaliteti, një gjë, apo vetëm jo? Po tash ne gjitha zhvillimet që kemi pas gjatë viteve të kaluara i kemi pasqyru, kemi fol, kemi diskutuar mjaftueshëm. Besoj se kjo e merr përgjigjen vetë, s'ka asnjë lloj diskutimi. Kjo është punë që kemi bërë në media, se pyes ju, nuk ka. Nuk ka, apo është direktive të ketë? Thash që çdo forcë politike, Shqipëria, jashtë Shqipëria, patjetër që ka grupazhe të ndryshme. Ka grupe, okej. Tani, se kjo është pyetja A, pyetja B që rrjedh nga pyetja A, nga përgjigjja rreth pyetjes A është, tani ky tjetësimi i votave që ndoshta ju është bërë juve, vjen si konkurencë e grupeve rivale, apo vjen për gabime dhe kleçka? Gjë e bukur është që kur numërohen rezultatet zgjedhore, numërohen me numra. Dhe matematika s'është opinion, gjuha ka sinonime të ndryshme, por numrat janë numra dhe janë unik. Janë bukurosh. Kështu që ti nxjerrim numrat deri në fund, ti analizojmë, bëjmë diskutimi, këtu jemi, na riftoni, vijun prap, nuk kam asnjë problem. Por procesi ende s'ka nisur numrim, madje s'dim as kur do nis, as me çfarë procedurash, akoma s'janë bërë të qarta. Kur të kryhet, këtu do jemi. Dakor. Lart si polemisja, një shumë gjëra, po edhe polemist. Shef grupe rivale në Partinë Demokratike, shef një tendencë për një trashëgimi në një dorë, shef një të ardhme për këtë parti, si të duhet? Si është perceptimi jo? Shiko, që të ketë grupime të reja, unë do i qëndroj deklaratës që janë bërë paga shumë 2019 në të njëjtin emision me ty, duhet të ketë program të ri. Unë nuk besoj, mund të ketë kështu, ke pasush janë si këto smartphone që kemi që bëjnë update për ditësohen. Pra vjen modeli 13.0.7. Nuk, sinqerisht, do më thënë, këto grupimet e reja kanë program, apo shkot kështu ai nati shqiptarit me pas bajrakun e vetë. Dhe me që jemi të bajraket, kjo puna e lëm partin, kthehemi e marim partin, e trashëgojmë partin, ja heqin trashëgimtarit del trastar, pastaj lëm vullën, rimarim vullën. Ky është një muhabet ke pasysh si me atë dashnoren e vjetër që thot ka një shprehje kështu është bërë virale, thot nëse e do një njeri lëre të iki. Po kthye, tregon që është gjithmonë i yti. Jo, nuk është kështu. Tregon që nuk gjeti më mirë diku tjetër. Kaq. Iku, nuk gjeti më mirë, u kthye sërish tek ty. Kështu janë dhe marrëdhëniet njerëzore. Ndajnë njerëzit, ika unë thot ani se ma ke bërë jetën ferë, bën një rotullim një 2-3 muaj, rreth boshtit gjithmonë, e humbet boshtin, opa, kthehet prap tek gjella e ringrohur. Kjo është një gjellë e ringrohur. Dakor, ne jemi brezi që kemi mësuar me, kemi pas ato gjelltore që ishin ushqimet gjysmë të gatshme, që i fusin të ngrohur kështu edhe na i servirnin në porosticeri. Po, nuk ka më, do më thëmë, populli shqiptar duhet të ketë një përfaqësues të ri. Dhe bariu i vjetër
nuk ka që bën as tufës së re, as tufës së ndërmjetme, as tufës së vjetër. Shiko, vet e kryoj këtë hendek, që në Shqipen e rej thonë gap, kryoj një gap, thonë. Një gap në këtë momentum, Shqipja e re, më kupton? Jo, kryoj një hendek. Në këtë qast, vdekje prurës. Unë të këtë e kam deklaruar 6 vjetë para do bëri 5 fraksione. Ore, zotëri, tani pa doktor Berishën, kjo vath, është operacioni... Qendrore Bashkuar, apo ikën se cili... është operacioni më i vështirë që mund të ketë bërë doktor mjeku i diplomuar për mjekësi. Ne kemi fjallën Shqip mjek, do më thënë të mjekosh. Nuk ka mjek që e merë përsi për ato organizëm që quhet PD, grupimet e reja dhe mos haro që është vendosur që në themel mbi mëkat. Pse? Mori shtëpin qendrore të ushtrisë popullore. Aty ishte një ndërtes e ngritur për ata që mbronin atë dheun. Dhe atë ndërtes e morën ata që donin të vidhnin atë dheun. Pra, në qoftë se ti gjen këtu logjik, vazhdueshmërie, ma thua edhe mua se kam shumë nevojë ta besoj. Ka shumë metra katror aty dhe mund të ketë një plan për një kull madh aty, se mendon gjërat aq larg. Ti mendon 10 kjo ushtria. Dakor. Afër është ke BKT-ja. Afër është ke BKT-ja, po bëhet ajo binja ke pases. Bëhet një ke BKT-ja, pastaj tak. Mos e ka pas. Shef Rusin dhe duket se ja xorën Luli këtë punë, apo na një tradhtar Luli. Po. Ja dhe pandej hoqën Lulin. Zhej të kujtoj e kemi nxjerrë në një emision tjetër, kemi nxjerrë dhe aktin notarial me familjen që trashëgon aty dhe pse është bërë ajo gjë. Po ne kemi kujtes të shkurtër, afat shkurtër, s'kemi shbërë. Njerëzit votojnë për ideale të larta, në flasin për troje e Shqupi, ish Shqupi. E një da si e shikon, ka grupe rivalin, ka një kërëngritje për një përplasje të këtyre grupeve. Kemi 2 variante në këtë studio. Kemi variantin e Zotit Ali Mehmeti, thotë që gjëra dialektike, gjitha partit ka divergjenca, e lëshon kështu. Pa e lëke dialektika. Kemi Zotin Sula, i cili thotë që askush nuk guxon të nga krye, sepse është një bob aty që ja bën greshet, si do të thotë. Dhe thashe një fjallë tjetër. E thash pra ta, po s'du ta them atë. Tani, deri para se t'ishte të vinin listat zgjedhore, le të themi, pat një lloj gumzhitje brenda PD-s, në të cilën mund të them që kishte një rivalitet. Rivalitet i cili në një lloj mënyre duhet ishte i shëndetshëm. Të paktën disa zëra u ngritën dhe ishin po ato zëra që besonin tek primaret, apo besonin ke një doktor i estetikisht i rilindur, se kjo është histori tjetër se sa u rilind. Dhe deri në ato momente, le të themi, pati një lloj edhe rivalitetit të shëndetshëm. Kur u vendosën zyrtarisht listat, pra që doktori bëri një analizë të interesave të ngushta brenda gjirit mëm të origjinës partisë, pam që emrat që ishin aty, si ishin asgjë më shumë dhe asgjë më pak se reminiscenca të vetë PD-s tashmë të kalbur nga brenda, fatkeqësisht për gjithë shqiptarët, opozita duhet jetë e shëndetshme, në të cilën rivalitetin e sheshuan. E sheshuan nga frika apo e sheshuan nga nevoja? Jo, nga paftësia për të qenë vetëm, sepse ne kemi parë që shumë emra aty mbrenda janë individ të cilët kanë tentuar të dalin nga partia mëm, atë ju tha dhe erti pak më parë, kanë krijuar një pjesë të tyre parti në partiçka, dhe më pas, kur u rikthyen se e panë që pa doktorin ishin hiç. Problemi PD-s tashti është vdekja klinike e saj, ku zërat të rinj, ato që janë, Zoti Ali Mehmeti është një nga ata, që mundohet jetë ai defibrilatori, bëjnë kuptim mjekësor që po Zoti Ali Mehmeti, tani se Ali Mehmeti nuk e thot për i vjedhin në vot ato. Po pra pikërisht që t'i japi pak puls, del doktorët dhe bën atë dualizmin e të thënurit si puna, më kujtoj atë ferma e kafshëve, që të gjithë jemi të barabartë, po të sa më të barabartë. Ashtu më duket edhe kjo puna e firmës. Ka rivalit, nuk mendoj që është në përskuta, shumë i fshet, shumë i heshtur, por që nuk arrin do të dalim mbi sipërfaqe. Mos harrojmë që doktori është shumë i fuqishëm në informacionin që ka për secilin prej tyre.
dhe mjafton njëri të bëj diçka kundër ti dhe ai jam e bindur që do t'ja përdorte në mënyrë shumë të fortë. E thon ndryshe më shqip, domethënë ka dosje për të gjithë. Mendoj që po. Për ta që janë të rrezikshme. Mendoj që po. Ha? Ka dosje? Mos u trëm se. Po të tremon nuk do ishe këtu. Jo, po keq ta ishte doktoria se si kanë gjetur dasulës asnjë gjë. Sepse ndoshta është një nga ata personazhe i cili nuk dua të bëj marr gjithmonë hipotetike, në i cili nuk ka ndërthurje në kohë, nuk ka patur ndërthurje interesash. Ndërthurje interesash të atilla. Me pra, unë po them, ndoshta ju nuk keni patur ndërthurje interesash të atilla që për zoti Berisha mund të ishte kërcënuese. Nuk mund të bësh gjitha, edhe politikan, edhe gangster, edhe hajdut, edhe kurvar. Nuk mund gjitha, do heq dorën e ca gjëra. Mu mendoj që ka pas dalë. Zoti Sula, për pak gangster, ti bëj ca tjera, pastaj do i përdorin. Zoti Sula, për pak gangster Peqinit ka pas dalë zone. Se që të themi se gjëra se... Po ta të gjitha, njërën e kishte ai, të gjitha tha. Se në atë zonë kushtë ai, po si që ci gangster dari... Duhet jesh pak, duhet kesh. Po e kanë Mërë limiteve. Po ore vetë nëse jo, po ke që për fisi jo... Nuk i ke lënë shkas në mas të atil, sa të kthesh në një kërcënim për të. Se duhet patur edhe ky profil, sepse ne e pam shumë mirë që kishte emra shumë të mirë dhe ta marrë. Kishte emra shumë të mirë. O do t'i lipiesh, o do t'i rrish për balë. Sepse doktori vjen nga një mundësi e konsoliduar e një regjimi që për 25 vjet i mbajti njerëzit e nënshtruar pikërisht në bazë o të servilizmit, o të spionimit. Sistemi ky ishte dhe nuk del shpirti i partisë. Për mua nuk është problemi doktorit Berishës. Gjenerata e vjetër. Nuk është problemi Berishës, është problemi atyre që janë poshtë Berishës, ose njerëzit e cilët janë tek Berisha. Ata që janë poshtë nuk kanë karizmën e mirë. Nuk është faj Berisha. Emida, unë bërë polemik me ty. Këto sillen ashtu sa ashtu i pëlqejnë. Jo, mërë mënde juve që për shembull Donald Trumpit mund të ri njëri përballë në Partinë Republikane. Dhe ai vazhdon, dhe ai do të marrë, do të bëjë të ndryshimet. Po mirë për tani, për Amerika që është maksimumi demokracisë botërore. I vetmi që i qëndroi kundra, që është Elon Musk në atë, dhe ai e këputi. Edhe thonë që ajo që tha ma bëri djali këtë syrit, tha? Mister është, gazetarët investigativ po punojnë. Qa pati syri Elon Musk, ta bëjë emisionet. Konspiracioni është gjithmonë mes nesh. Ta shi, së mund të bëjë një djali 7 ditë syri në kajtë. Thonë që rrite të sekteve masone. Të sekteve. Illuminatium. është gjë tjetër, s'ka lidhje me masonin. Okej. Don, e rifte gruaja? Apo janë rrahje? Janë rrahje kështu gjymtime që bëhen në grup. Janë për identifikimin e marrjes së pushtetit, janë tip okultizëm, ezoterizëm, po që janë nuk janë të provuara, janë thjesht ka njerëz që kanë hulumtuar, janë futur, kanë bërë kërkime. Jo, ka, po janë kjo është deri diku një përgjigje publike për momentin. Që syri zi... Po janë pjesë të rriteve... Po pëse ndodhi syri zi pikisht dhe atë të thajsë më falë? Se janë dhe shumë figura tjera. Jo, syri në zirë dojnë pikisht kur ditën e kur filloj divorci me Trumpin. Kështë probleme? Tensioni syrit. Do më thënë, imaginoni kur aty ne kërkojmë të Partia Demokratike... Po sa përshkëm ka përdu republikanë ndërkohë? Ndërkohë që të ke patet në Sali Berisha dhe Edi Rama, sa Partitë Demokratike ose Partitë në sytë zikë dhe Amerikanë tërsi. Zoti Berisha, me gjoni, në besonit e nuk t'intimidon, në takimet tek e tek, absolutisht, nuk të dhunon, dhe të rëgon, me gjoni, edhe verbalisht, nuk të dhunim me fizikisht, po edhe verbalisht, dhe të rëgon qase komplet tjetër. Problemi e aty ka Partia të kështë është këto përpiqen që t'ja bëjnë doktorit me mënyrën se si t'i vinë mrapa, ose se si duhet t'i lipien, ose si duhet t'i jenë më besnik, se si duhet bëjnë karrierën, në formët saktura që bënë të neveritshëm. Po, disa nga ato personazhe, tani që t'jemi se këtu kemi qënë në këtë vënd, disa nga ato personazhe që sot do t'i ri kemi në parlament, fatkeqësisht të mund për disa emra aty brenda, janë ata individ që kaluan me Bashën, që ajo masakra e famshme e janarit, që ishte skandaloze me shkallë dhe vinin gjoksin disa pitrita, se na kujtoj një tjetër, në të cilin sot janë ata që po i dalin doktorit me shpatë dhe po e mbrojnë, po i vën trupin para, pra hipokrizia nuk ka fund. Kjo që tha zoti Sula, se kjo në gjitha partit, ata që lëpin dhe zvaritin e se më lartë, të ndjetër. Ska një me po dëna, ajo është universale. Por se, e sa lëpin sa njofën dhe ke pëtësëja ju, sa lartë ka një, sa më shumë le... S'ke nevojë nga pa parlament. Tani, problemi është tu.
Se nuk është kjo problemi është gjithmonë kemi menduar që në këtë teatr kuklash, që është politika botërore po deshe ti, po flasim për atë shqiptare, është një bos që lëviz fjet e këtyre kuklave që janë personazhet saktuar, sigurisht që zgjidhen këta më servilet. Që i lëviz ky, si quhet ky personazh që i lëviz kuklave? Master of Puppets. Master of Puppets. Mendoj që është Berisha ky. Dasula thot jo, këta tani, kërë ngritja kuklave ka bërë që Berisha lëviz kuklat si s'duan ata. Ta do thot që lideri s'është më lider. Ta shpjegoj unë. është krizë, është krizë që të shqipi. Qofse mua panelin mbush mënde që ti e buri keq, dhe unë sa mi zohet ndaj që ti e gangster për shqipi, nuk është krizë të shqipi, po është zoti Berisha shu e shijon tani. Në teleformati e shijon që njerëzit që ka poshtë vetës, ato i përdorën... Kujtes me këto terma. Po mime, si e shjo. Gjithmoni ka patur poshtë vetës e Berisha, nuk është se ka njërëzime. Ka që jam unë në panel edhe igën mua dhe ta që ka poshtë vetës? Ato që ka poshtë vetës, i shikon dhe shijon se si reagojnë ato. Dhe vazhdojnë e thellon, i shikon, i shijon. Ke parasysh që është e filmi që është në bjetesi që qotë në pyllë me armë, ato që të... kush bjetonte. Dhe i tani i shijon e këta kush do bjetoj. Kush është shy njëri tjetër. Ata nuk e ndikojnë do doktori, apo a i ndikojnë doktori? Doktori shumë merë me kënaqësi. Të bërë kështë, okej, dakor. A ishtu me kënaqësi. Si që hangër mu, s'më hangër doktori, mu më hangër njës të doktorit. Doktori vendon tani mos amnistot dhe të në përgjësia. Si që ishtë amnistoj. Jo mos amnistot, a i vendosë, po të vetëm kjo. Doktori do të ndri ty, doktori mu do ndryshon të rjedhën e njareve. Po nuk e bërë, pra. E ka unë bërë fuqi. Realisht, dejti ku ka unë fuqin. Me që unë do të bëjt të prapat pyte se nuk ka bëjt të Ali Mehmetin. Po për Ali Mehmetin do të ndryshon rjedhën e njareve? Do të kapit trafikantit dhe trafikun? Ka një parim në katurin tonë që thot 2 gjela në një kapull plehu nuk mund të qëndrojnë. 2 doktora në një godis mund të qëndrojnë. Janë 3, është edhe mulje. Doktora, jo, se është në gjuhë pëllore, gjelit ka përmi. Shiko, paralelizmi tani do zoti nuk jemi kapull plehu. Po nuk thash për kapull plehu, thash gjuhë pëllore kapull plehu. Po thash 2 doktora në godin Partitë Demokratike, nuk thash kapull plehu për keq. Hapi rrugë budallajt edhe duke i hap rrugë, duke i hap rrugë. Në i kapull për Florit, do kështu ti. Në rregull. Janë to gjelat, gjë që qushin Florit gjel. Nëse më lejohet, në rastin e zotit Ali Mehmeti, me sa kam informacion, unë është antari Akademisë Shkencave, është antari përreshëm Komision Shëndetësisë, dhe pakun titujt e ti flasin për një curit tjetër, dhe duke qenë se është dhe epidemiolog, mund tjetë më jaftë për të nxjerrë në pah epidemin nga se vuan e organizëm që dikur quaj Parti Demokratike, se tani s'është bë, sigurisht, tani është Parti të është duke bërë analizat demokratike. Doktori Pret. Unë them atë që analizash. Shënë si kam, po ti bënte, në base e gjente epidemin që është përfshirë, dhe ndoshta mund të shkonte në një izolim total, pra në një Covid. Pra, mbyllej, kalonte në karantinë, dhe kush dilte shëndosh gjallë nga karantina, vazhdonte. A vërtet është po, ta ka dhe një klauzul profesori i zotë Ali Mehmeti, nuk duhet hapin panik në popull. Në popull, jo, populli... Po të zbuloj kyse ka buan. Në regu, populli nuk ka... Në rastin... Po masat dhe në rastin konkret, populli ka votuar në total. Po. Ka votuar diku dhe 20% më pak, por ka votuar. Në regull, tani që pun ka populli se kush është i infektuar aty brënda. Ja kur specialisti e gjen, e kuron, ose nuk kurohet, vaksinohet, shpëton, ose jo, dhe del nga periuda e karantinës nga Covid-i, dhe do zoti urojmë shërim të shpejt. Qarë ti bësh? Nuk në tregoj diagnozën, se pytem për diagnozën, po nuk në tregoj në një Kemi në të dhënë... Se s'ka arrit në përfundim, ende. Për këtë loj gripi, ose për këtë loj... Diagnozën e parë ta themun, janë 10 votat. Do ta themun. Po ja ta themun, zotit Ali Mehmeti janë 10 votat. A i tot janë bërë gabime, ta shumë. Nuk është i bindur ende për këtë. Po lere tani është i bindur, së është i bindur. Ja të flasi, se po flasim gjithë në emrin e ti. Duke qenë njeri akademisë shkencave, është i sjellshëm dhe ka etikë. Kore keni Ali Mehmetin aty dhe flisin në emrin e ti.
Në fakt, jasëroj që... Unë bëra një parashtrim. Ne mundohemi që të lexojmë hesin e ti. Oke. Ate, ka një smunë një gjëkso një do një epidemin gjiro? Shumë mendoj që me qëse dhe erti e mori këtë ngjashmërin me pandemin, po e mbajmë aty, dhe unë kam qenë gjithmonë historikisht kundër izolimeve dhe mbylljeve. Kam qenë pro hapjeve dhe oksigenimeve. Nuk e dia që e përgjigje mjaftueshëm. Nëse nevojit e vendim qëndrim politik, juftoj të shifni fjallën time në kuvend datën 2 dhjetor 2023. Pasi mendoj që fjallët kuvend, momentet në forumet ku duhen bërë, to janë qëndrimet, nuk bëhen këto fjallë as në për kafenepo, po shkoj aty e i sheshi burrave, aty flitet. Mund të gjojnë, dikush mund të ketë kalu, mund mos të ketë gjurë, që nësi ka, aty e ka online. Ato janë qëndrimet e mija, ato vazhdojnë janë qëndrimet e mija. Që do të thotë, në këtë moment tu ne jemi në proces, dhe unë s'jam kur njëri që djeg etapat e një procesi. Jemi në proces mbarimi i herë, ti numrojme, ti shofime, të shkojnë atje ku duhet, do kemi moment në dytë, ku paralelisht punohet në dy aspekte. Një aspekt është drejt punës për raportin përfundimtar të OSBE-dirit dhe krau tjetër analiza brenda partjake, dhe momenti mbrapa është, unë mendoj fort, në një riformatim të Partisë Demokratike. Aj shumë i premtum, aj shumë i pritur. Reformatimi i Partisë Demokratike. Po ty emrin pas të ato sinonime vendosin i vetë. Unë këto vendosa të reformatimi i Partisë Demokratike. Besoj kjo, duke parë kohët që i duen këtyre lloj procese, besoj kjo është diku në vjesht. Dhe ky është një moment kyç. Në valajmin në fund të emisionit. Reformatim dhe reformatimi fillon në vjesht. Po të marrë dhava njërë? Kokën zetët gjitha. Publicitet tash.